Më 29 mars nuk ishte thjesht një proces votimi, ishte një moment përgjegjësie dhe drejtimi për diasporën shqiptare në Greqi. Në Wyndham Grand Hotel, përfaqësues nga e gjithë Greqia u bashkuan për të ndërtuar një strukturë të re, një nivel organizimi që nuk synon thjesht përfaqësim, por ndikim real, bashkëpunim të qëndrueshëm dhe një zë të unifikuar. Diaspora nuk është vetëm numër, është forcë, përvojë dhe potencial. Dhe kjo strukturë e re ka për detyrë ta kthejë këtë potencial në veprim, në dobi të komunitetit dhe brezave që vinë. Ky është një fillim që kërkon vizion, seriozitet dhe mbi të gjitha unitet. Me një rrugtim 4 vjeçar, arritëm ta krijonim, ta ligjëronim, dhe tash erdhi ora për të dhënë kryesisë së re verdiktin që të vazhdojë punën 4 vjeçare në dobi të komunitetit shqiptar në Greqi, të vëllezërve dhe motrave tona që jetojnë, punojnë në këtë vend, të cilën ne zgjojmë si ardeon tonë të dytë, duam apo s'duam ne, kjo është një realitet. Ju falenderoj për kohën që jeni, për të marrë shumë vullnetarin të dobi të bashkëdhëtarëve dhe vëllezërve tanë, në kohën tonë, sepse tonë që vullnetarët asgjë në dobi të kësaj organizimi, me fjalë të urta, me pozicionimin tonë të qetë dhe objeksionin tonë e arritëm në final. Duhet të ftoj dhe zotin Lurcina, si përfaqësuesin e Kretës ose Luka, por që i parëmëria që të ndajnë këtë atmosferë të gjithë së bashku. Lurcina. Ma i mirin. Gjithashtu, doja të ftoj dhe bashkëpunëtarin tonë, Edmond Kuri, e cili këto vite së bashku e kemi shumë vjetë jemi në përfaqësi të komunitetit shqiptar në Greqi, por këto vite kemi punuar dhe kemi kooperuar së bashku për të arritur deri në këtë ditë sot. Do të them. Unë doja t'ju ftoja të gjithë kryetarët e shoqatave dhe kryetarëve, sepse bëni punë të cilën nuk mund ta paguajnë dot me vlera monetare, por jeni të sigurt që nga ana shpirtërore jeni bashkë me ju kudo që ju lodheni dhe mërziteni, apo që nuk arrini objeksioni, por nëse keni nevojë për ndihmë, ne këtu jemi, na të rrihni veshin dhe na përtisni sa ju dëshironi. Zot fjala për ju zot i vjen. Faleminderit. Mirë se ardhët, mirë se u gjetë. Është kënaqësi e veçantë që ky angazhim i prej disa vitesh, solli ditën e sotme, ditë e cila është preludi i fillimit të punës të diasporës shqiptare në Greqi. Po më shumë nga unë kanë bërë ta, nik të mi të cilët kanë qenë shumë aktiv, edhe unë bashkë me ta diasporë, dhe dëshiroj që ta shohim me shumë seriositet ta çojmë më përpara. Po uroj me zemër. Ju falenderoj me zemër të bëj këtë pjesëmarrje kaq të mirë dhe kjo tregon hapin e parë i cili është shumë serioz. Do më keni gjithnjë me vetë, pavarësisht se unë jam shumë zënë me punë të mia, por gjithnjë të jetë pranë jush për të ndihmuar dhe për të qenë edhe unë një pjesë modeste e vlerave tua. Portare di Dio, unë do të ashtu si fesë, më është një zinë më atësot. Pas 27 vite, arretëm, bashkërë gjithë bashkë, edhe pse kemi në ndimën të shumë, edhe pse kemi ndryshim në status, edhe pse nuk status nuk e thotë, është dëshira ma që kemi gjithë bashkë të bëjnë qëtë njën. Se po këtë bashkë, për në gjerët njën, për qëtë pak, për në gjerët qia, sa rritë do të me i hapë. Dhe jam shumë krenar që arret në këtë fazë, me çdo lloj problemi që kemi, me çdo lloj mendimi, s'mundit ta ndihmojmë. Unë kisha sot të rror takim, asnjë si shumë dakord. Dhe ishte gëzim për mua, do të tash ne kemi ato që do të zamërim. Sepse është një festë të nesër. Kush do të dalë, kush do të jetë, për ne është gëzim,
sepse do jetë një përfaqësues i njëri. Dhe do jetë një njëri që të na drejtojë një rrugë të gjatë për të sportuar. Kemi probleme serioze që ne si kuptojmë. Po, inshallah, me këtë vendim që të morëm sot dhe në mënyrën që të veprojmë sot, do i trasë tani zgjidh që të bashkojmë të gjithë për një familje të madhe, do të mbarojmë çdo lloj interesi. Ndryshimet vinë vetëm për Allah. Ndryshimet nuk vinë po çem të nda. Mendimi ndryshe është zhvillim. Është respekt. Duhet të respektojmë njëri tjetrin, duhet një tjetër çdo lloj veprimi që do kryet. Çdo lloj zgjedhje, çdo pasë e pranojmë nga gjithë ne, se kena dashur me po. E bëna me po. Na intereson me po. Nuk ka asnjë çështje personale sot. Janë gjitha përbashkëta. Është një gëzim i madh për mua. Dhe unë vetëm time që i festë. Për këna ardhë një më vetë nga kreda për këtë festusa. Kjo është qëllimi jo. Herë tjetër kemi edhe kasa e gjithë. Sheshata që bëjmë gjërë më të maja. Se bashkimi më të fuqi. Sa kemë budale që ka postan bashkimi më të fuqi. Pse ne nëzorë budale, se dhe të vija përmëndër Shqipëria. Që që urojnë më të mirë, me të dashur për ne dhe me taftë për ne. Në diaspora nuk është as kujt për nesh, për është gjithë ne dhe argumentoj për fëmijët tanë dhe brezat tanë dhe është pasuri e kësaj diaspore, pra nga komuniteti i kësaj diasporës, që duhet ta çojmë në një kryesën tjetër. Fatmirësisht kemi të gjithë provojnë eksperiencën në angazhimet tona sociale. Sot pjesëmarrja e tuaj është një mesazh më i mirë, është pika më e madhe ndaj vështirësive dhe sfidave që kemi arritur deri sot, sepse nuk është rasti ardhe nga Kreta, nga Fakos, nga Kefaloniak, nga Kozani, nga Greqia Veriut, nga Athina, Meshkuj, nga zonja që shoh sot me shumë numër, rini, brezësit, pra, mendoj që me ditësit sot ne kemi përcjellë mesazhin më të mundshëm. Edhe mund të organizohemi dhe mund të zgjerohemi, por edhe mund të jemi të cilë më të mundshëm. Unë uroj dhe nga eksperjenca e kaq vite në angazhim, për mua nuk është sot festa. Sfida më e madhe jonë e cila është e nesërme. Ata që do marrin besimin tuaj, që ju që jeni këtu brenda, ata që janë jashtë, ka një përgjegjësi dy fish më të madhe. Mendoj aty është gjithë rëndësia që neve të nxjerrim më të mirët të mundshëm dhe aq më tepër kualitetin duke bashkuar artianit, grupit dhe profesorët. Neve kaq mundëm të nxjerrim këtu. Është përgjegjësia e të gjithëve, në të gjitha anët, të shkojmë në hapin tjetër. Hapi tjetër është diaspora sot është shëndetshme, është e mirë, jam i sigurt që në brenda grupit shumë shkodër, edhe ata që janë jashtë, por që ne kemi kontaktuar dhe për hyrje të transparencës e vërtetojnë bashkëtarët e mi, janë kontaktuar për të qenë të gjithë barabartë barabartë. Duke u falendëruar musliman më kohë për mundimin e ardhmës së sot, për besimin tuaj, për përkrahjen tuaj dhe duke i ftuar të gjithë së bashku nga nesër për më të mirën e mundshme, sepse diaspora nuk është as e Çmondit, as e Lullit, as e Ardianit, as e Ljatit. Është e jona dhe gjithë ju, dhe atë të përbrezit zi, që ne të lejmë një pasuri të madhe, por me përgjegjësi për të qenë të drejtë ndaj shoqërisë greke, ndaj shtetit grek, ndaj shtetit shqiptar që na kanë ndihmuar, por mos harroni të pak tjetër. Shqipëria ekziston për bërtisë bashkëkohore europiane. Dhe ne kemi nivelin e duhur, standardin e duhur, që t'i themi po bashkëkohore europiane. Ne nuk jemi vend të re. Ne jemi Evropë më shumë sa se jemi në Evropë. Unë ju falenderoj dhe sukses të gjithëve. Edhe dy fjalë që mos ju marrë të shkollë, në fillojnë dhe votimet. Gjatë gjithë kësaj kohe të gjithë keni marrë me emele dhe keni kërkuar disa ndryshime në statusin që ka bërë Zoti Kovanovës dhe me qenë se jemi të gjithë si asamble, unë do doja të votonim me dorë që jemi dakord sepse me letër jemi dakord gjithë se ne kemi mësuar kemi marrë emelet janë gjithë të kompletuara. Po thjesht për pasërti dhe për të qenë të rregullt e vetëm, a jeni dakord që Zoti Kovanovës njerëz të bëjë gjithë dokumentacionin të riformuloj statusin ashtu siç ne e kemi propozuar? Kërë Kovanovës se jeni një megali të gjatë, Europia i bihera. Po të me kalavate, ori ka detu nga Stefano, po të thero, po të në spasja si me të lëpër, a më speshtio,
Ευχαριστώντας προσωπικά την εκπαίδευση των ανθρώπων που έχουν πιστέψει αυτή τη θέση των ρόλων, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πολύ λίγοι άτομα που πρέπει να πιστέψουν ότι υπάρχει αυτή η εκπροσώπηση σε τρίτο βαθμό. Οπότε, εσείς με το κουράγιο, με τη γνώση και με την εμπειρία σας, να δώσετε το πράσινο φως, εμείς να μιλήσουμε έτσι όπως είμαστε όλοι μαζί και να πούμε ότι είμαστε ίδιοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ καταρχήν. Συγγνώμη που μιλάω στα ελληνικά, δεν έχω μάθει οπότε δεν ξέρω γιατί είπατε και πριν. Κάτι καταλαβαίνω και από αυτά που έχουμε κάνει και πριν στην Ιταλία. Οπότε καταρχήν σας ευχαριστώ που έχετε μαζευτεί όλοι σήμερα από πολλές μεριές της Ελλάδας. Είναι αξιέπαινη η προσπάθειά σας, των ανθρώπων που την ξεκίνησαν κυρίως. Εγώ υποστηρικτικά σαν δικηγόρος βοήθησα, αφού παλιά βοηθάμε τους συλλόγους Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα. Πολλά χρόνια έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, δεν ξεκίνησε τώρα, πάρα πολλά. Έχει περάσει διάφορες φάσεις. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι το σημαντικό είναι να μείνετε ενωμένοι, να προσπαθήσετε να φέρετε, να ενωθείτε και με τους λοιπούς συλλόγους, γιατί υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι στην Ελλάδα που θα πρέπει να συμμετάσχουν σε μια ένωση όλων των συλλόγων που εκπροσωπείται Αλβανούς σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να παραμείνετε ενωμένοι. Është e hapur, dera është e hapur, pra ato janë të hapur, e mirëpresim dhe si atë dhe të gjithë shoqatën e grupimet e tjera, nuk është e jona, është e të gjithëve që jetojnë dhe punojnë në Greqi. Ju falenderoj të gjithë. Mirëdita dhe nga unë dhe nga komisioni i votimit. Për procedurën se si do votojë gjithë se cili votues, të vjetje, po ja vjet. Për procedurën si do votojë se cili votues. Do vite komisioni me dokumentin identifikues dhe do marë dy flet votimit. Një, që do jetë me kandidatët për të cilët do votoj gjithë se cili dhe do ketë votimi do bëhet me kryq në anën e majtë të emrit. Është një kuadrat poshtë, brenda kuadratit do vendoset kryqi, jo tik, jo pik, jo diçka tjetër. Ka të drejtën që të votojë nga 1 deri në 10, kështu kolegë, nga 1 deri në 10 me kryq. Tek fleta tjetër e votimit janë emrat kandidatë për komisionin e kontrollit. Këtu çdo votues do vendosë 1 deri në 2 kryqe. Deri në 3. Okej, deri në 3. Pra, janë emrat në të majtët e emrit është kuadrati bosh që do vendos kryq nga 1 deri në 3. Dhe do hidhen te kutia e votimit. Besoj këto kemi, nuk e di nëse kemi diçka tjetër të maqarë. Lezosh një dhe emrat. Emrat e dy lista. Kolumbia, dere të lezoj emrat e lista. Emrat, pyetjen që kishte zonja? Juve thate që do vëm me kryq nga 1 deri në 10, pra në qoftë se vëm 1, qoftë se vëm 10, qoftë se vëm 3, është në rregull. Është e vlefshme. Jo më shumë se 10 se det e pa vlefshme. Jo shënime të tjera, asnjë lloj shënimi tjetër që të mos danë fleta e votimit e pa vlefshme. Pra, kryq në anën e majtë në kutia, në anën e majtë të çdo emri. Sqarojeni pak. Komisioni drejtues, është në e gjithë do jetë me 11, do më thënë 10 plus 1. Ajo është komisioni i votimit ka këto sqarime, kjo është procedura e votimit, do shpallet në fund
Dhe ato janë pastaj procedurat tjera që kanë të bëjnë me statutin, me rregulloren e brendshme. Emrat I lexoj plumi se ka dhe syzo. Atëherë përshëndetje edhe nga ana ime. Më lejoni të përshtatoj me të bukur të festë ka të bukur çajin. Ne sot Kënaqësia më e madhe krenaria jonë është përbashkët, prandaj po të thënë forta që do hedhim sot tjetër ardhmja e gjithë ne bashkë. Ju do komplementa të mëdha, filloj të zolisë. Andrea Ferisi, Arnella Mullara, Angela Rizzotti, Angela Brause, Achim Bozici, Arian Tolumi, Petrit Jushi, Gerard Gjolena, Ergita Piperi, Ersi Fama, Flober Braholi, Iris Bali Hajdinaj, Julian Hadjiu, Juna Bica, Ilia Zero, Klean Tuci, Clement Osmolari, Kristina Veliu, Kristo Hysa, Kristo Dule, Luan Abasi, Lefter Dolani, Sajmir Kamberi, Sofia Loli Buda, Stefan Ajdini, Vangel Halilaj, Venemin Ziu. Personat që do të versojmë në një sekondë nuk kemi mbaruar. Kemi dhe listën e dy të votuesve që do votojnë për grupin e kontrollit. Të kandidaturë. Është vënë emrin Pollum Metro, Eulis Gjolena, Drita Bajraktari, Më fal. Emri dhe shoqata që përfaqëson apo grupimi që përfaqëson. Ju do të afroduar komplet procedurën, do të vi lënë janë miratuar me dosar. Ju lutem. Drita Bajraktari, Elvir Berba, Vasil Poletas, Festin Zaçi. Ta janë persona për komisionin kontrollues të kontrollit ekonomik. Dhe e fundit kemi një listë të përcaktuar të personave përfaqësuar në gjitha grupet e shoqatave që janë miratuar vot nga këto shoqata, edhe janë 35 veta në total që do votojnë. Nuk do të votojnë gjithë, do duket disa jemi në sallë, nuk kemi shumë tepër, por 35 veta. Nëse doni t'ja lexoj sepse është domosdoshmë. Atëherë fillojmë me Unionin e Shoqatave Shqiptare. Ardian Daullia, Andrea Ferisi, Aqiu Bozici, Arian Tolumi, Klean Tuci, Venemin Ziu, Nikolin Alla, Pollum Meco, Kristo Hysa, Ergita Piperi, Gerard Gjolena. Lidhja Shqiptarëve Shkrepës, Lurzim Cina, Petrit Jushi, Kristo Dule, Clement Osmolari, Flober Braholi, Vangel Halilaj, Sajmir Kamberaj, Angel Alizoti, Vasilika Lici, Enkeleda Xanthi, Erion Dervishi. Shoqatat që promovon të vazhdojnë, Ilia Zero. Më fal një minutë. Arki Sina, Kristo Dule, Vangel Halilaj, Sajmir Kamberaj, Petrit Jushi, Magdalena Ikonomu, Clement Osmanlari, Angelo Alizoti, Flober Braholi, Elvir Berba, Marin Froku, ose Kosta Cekres. Jo, në vend Kosta Cekres. Në vend Kosta Cekres, zë më sot Kosta Cekres. Jemi në Duke parë parasysh propozimin e bashkëpunëtarit tim për të krijuar diasporën shqiptare në Greqi, duke filluar nga akademiku Ilyas Bobaj votimin, ju kërkoj leje që të dalit të shijojmë kafe. Jo, ka shoh Ilyas të votu. Po. E dal. Okej. E ka fëgja bukur. Pasë shumë tjetër Atë do bëni kush tjetër. Do votoj i nderuar Ilyas Bobaj dhe një femër, një zoj kush ka radhën, bëhen 2 veta që kemi sa më votim. Dhe një rini. 3. Një zot Ilyas. Një rini, juve dhe një zoj. Arin punë tani.
Sipas votave. Nderuar. Fillim të mbarë. Hajde Marsi. Urojmë suksese të gjithë të zgjedhjet. Zgjedhjet janë me gjithmonë demokratike, janë shumë të thjeshta, shumë të bukura. Kështu të pafshim gjithë jetën. Bravo. Atëherë fillojmë. Së pari nuk kemi asnjë vot aqëm. Janë të gjitha pa vlerë. Bravo. Jemi pjesë e elitës shqiptare në emigracion. Bravo. Kemi kulturën e votimit. Bravo. Atëherë do të tregoj radh parë numrin e votave që ka marrë gjithë secili, do ja them shpejt, mos fakt. Gjithë do të themi numrin dhe radhën që ka gjithë secili për meritat që ka marrë dhe për kontributin që kanë treguar për patriotizmin tonë. Atëherë fillojmë domosdoshmërisht. Andrea Ferizi ka marrë 21 vota. Arnella Mollara 9 vota. Angela Lezoti 29 vota. Bravo. Angela Ushaj 1 vota. Arqim Bozhiqi 14 vota. Arian Tollumi 19 vota. Petrit Jushi 20 vota. Gerard Jolena 4 vota. Ergita Piperi 12 vota. Ersi Fama 16 vota. Flober Braholli 21 vota. Iris Balli Hajdinaj 11 vota, Julian Haxhiu 17 vota, Jula Bica 5 vota, Ilia Zero 14 vota, Klean Tuci 5 vota, Clemento Smollari 25 vota, Kristiana Veliu 3 vota, Kristo Hysa 3 vota, Kristo Dule 21 vota, Luana Bazi 16 vota, Lefter Dollani 1 vot, Sajmir Kamberi 4 vota, Sofia Loli Buda 19 vota, Stefana Ajdini 1 vot, Vangjel Alina 15 vota dhe Venemin Zeviziu 10 vota. Filloj. Në numrin 1 të votave e ka Angel Alizoti. Numri 2 është Clement Smallari. Numri 3, Andrea Ferizi. Numri 4, një çuni bukur që studion dhe që ka emër gjermano-francez. Loberi, e si më në. Numri 5, Kristo Dule. Numri 6, Petrit Jushi. Numri 7, Arian Tollumi. Numri 8, Sofia Loli Buda. Numri 9 është Julian Haxhiu. Dhe numri 10 është Ersi Fama. Por këta janë për në asamble. Dhe 10 janë të barabartë. Që du të zhjithë, po, mbase nuk do të zhjithë ne. Jo. Ne jemi për votën. Ne komunikojmë vetë. Me numër me pikë të barabarta kemi edhe Luan Abazi. Pra, Luan Abazi 11 dhe numri 10 Ersi Fama janë të dy për plotësim, një nga të dy duhet zgjidhet. Nuk na takon ne duke si komision, dhe takon profesorët që janë me pikë barabarta. Pra, se e marrin dhe kamerat, për 2 që ishte për plotësuesit e kaluam në 3. Ersi Fama dhe Luana Baza janë të plotësuesit miratohet. Dhe për komisionin janë zgjedhur po të them edhe numrin e votave. Kollum Meço ka 23 vota, Eulis Gjolena ka 17 vota, Drita Bajraktari ka 14 vota, Elvir Belba ka 16 vota, Basim Dena ka 12 vota dhe Vestim Zaçe ka 8 vota. Atëherë numri i parë është Kollum Meço, numri i dytë është Eulis Gjolena dhe numri i tretë është Elvir Belba. Ne kemi e thënë të firma tona, do plotësojmë për së përbali, mbas këtyre që dëgjuam, mbas këtyre, besojmë se do të jemi të gjithë kënaqur për mbi ditën të lumtur për këtë sukses. Fillim të mbarë të kemi.
me votime të lira dhe demokratike, në krye të DGSH-s u zgjodh i merituari Edmond Guri. Rizgjedhja e nderit të Edmond Gurit, ku vite më parë ish kryetari Federatës së Shoqatave Shqiptare, tani do të jetë kryetar i diasporës shqiptare në Greqi. Kjo rizgjedhje është vota që i dhanë përfaqësuesit më të denjë që kanë kontribuar në dekada për diasporën. Vota e tyre është një vlerësim, është besim që kemi tek vizioni dhe aftësia e tij drejtuese, organizative dhe integruese.